Aktivitetet e subjekteve politike kanë vazhduar edhe gjatë ditës së djeshme. Nisma Socialdemokrate ka mbajtur takim elektoral në Bardhanish dhe Gjakov, ku ka folur për programin elektoral. Bartësi i listës Profesor Artan Imani, duke shpalosur programin, ka kërkuar nga votuesi që të votojnë nismën si një mundësi e mirë për një qeverisje që i duhet komunës së Gjakovës. Takime elektorale gjatë ditës së djeshme ka mbajtur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kandidati për kryetar Shefqet Shehu me bashkëpunëtor është takuar me antarët e kryesisë së shoqatës së intelektualëve Jakova. Pastaj ka vizituar biznesin Euro Gjakova. Një tjetër takim Shehu ka rezervuar edhe me kandidatën për asamblejar Bereshan El Regjepi, ku u takuan me veprimtar më të dalluar. Mbetemi te Lidhja Demokratike e Kosovës dhe sjellim disa sekuenca të kandidatit Shefqet Shehu, i cili në një nga intervistat e tij për Gjakovën ishte shprehur se Gjakova është kuqezi, është rrahje zemrash. Për Zotin o shpirt, është gjithçka. Është e pavdekshme, është e përhershme, është e përjetshme, është ëndër, është jetë, është rrahje zemre, është e pakrahasueshme, është kuqezi. Po mbrëm, edhe Alternativa ka mbajtur fushatën përmbyllëse. Në postimin e tyre në Facebook nga ky subjekt politik shkruajnë se në tubimin madhështor u dëshmua për krahja jashtëzakonshme për kryetarin e Ardhi Angola, njeriu që do Gjakovën dhe ka vizion për zhvillim, drejtësi e mirëqenie për të gjithë. Alternativa prirë nga kryetaria Mimoza Kusarilila mbështet pa rezervë këtë vizion për një Gjakov më të zhvilluar e më shumë kujdes për qytetarët, u tha në këtë shkrim. Bashkë me Alternativën, edhe Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur takim përmbyllës. Kryeministri në detyrë, njëherët kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, në prezantimin e tij para simpatizantëve, foli për disa lajme të mira që i presin qytetarët pas këtyre zgjedhjeve. Ai tha për më shumë mbështetje për ekonominë e qytetit, nënat, shtesat e fëmijëve, pensionistët, punëtorët e sektorit privat dhe veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Masa konkrete për drejtësi sociale dhe mirëqenie për të gjithë. Ndjekim disa sekuenca të disa premtimeve që Kurti i bëri mbrëm në takimin përmbyllës në Gjakov. Kemi lajm të mirë edhe për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për të cilët do të hiqet kufizimi i punësimit. Nuk humbet e drejta e pensionit nëse punësohesh, sepse na duhet fuqi punëtore e nuk kemi llogari që kontribuesit më të mëdhenj të çlirimit të Kosovës të qëndrojnë anash përkundër vullnetit për të punuar, sepse përndryshe nëse punojnë, shteti u ndal pensionin. Këtë ne do ta ndryshojmë e do ta rregullojmë. Duhet ta dini e t'ju tregoni të gjithëve se pikërisht në komunën e Gjakovës, me kompaninë partnere turke MKE, do të ndërtojmë këtu në komunën e juaj fabrikën e municioneve. Do të kemi lajm të mirë edhe për pensionistët anë kënd Kosovës. Edhe Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës ka mbajtur takim mbrëm në fshatin Meje. Nga aty u tha se Meja dhe fshatrat përreth e kanë konfirmuar mbështetjen e fuqishme të demokristianëve. Ata i dhanë mbështetje të fuqishme kandidatit për kryetar komuna Anton Shalës, i cili është zotua për investimet kapitale në infrastrukturën rrugore, kanalizim dhe zhvillim ekonomik. Po ashtu për krahje ju dha edhe kandidatit të zonës Musab Nishi. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ishte aktive një ditë para mbylljes së fushatës elektorale. Me plot entuziazëm dhe energji, kandidatët nga ky subjekt politik u pritën nga banorët e fshatit Molliq, të cilët treguan qartë mbështetjen e tyre të fuqishme për kandidatin për kryetar të komunës së Gjakovës Ervin Shabanin dhe kandidatin për kuvendin e komunës Lulzim Goçi. Po dje, kandidatët nga PDK-ja takuan edhe banorët e Brekocit. Gjatë këtij takimi të ngrohtë, Ervin Shabani dhe kandidatë për asamble komunale diskutuan me banorët e Brekocit për prioritetet, vizionin dhe projektet konkrete për zhvillimin e kësaj bashkësie lokale dhe të Gjakovës në tërësi. Kujtojmë se kryetari i degës së PDK-s në Gjakov, Hajdar Beqa, pak orë para mbylljes së fushatës zgjedhore, në faqen e tij zyrtare ka shkruar se subjekti që ai përfaqëson, që nga themelimi ka qenë forcë e ndryshimit, motor i zhvillimit dhe zë i qytetarëve që besuan në një shtet të fortë demokratik. PDK vazhdon me të njëjtin përkushtim, energji dhe vizion për të ardhmen e Kosovës, për një vend më të drejtë, më të zhvilluar dhe me më shumë mundësi
për të gjithë, ka shkruar Beqa. Tutje strukturat e Partisë Demokratike, bashkë me kandidatin për kryetar Ervin Shabani, mbajtën takim me banorët e fshatit Rogov. Gjatë këtij takimi diskutuan për ofertën dhe projektet konkrete për zhvillimin e këtij fshati. Ndërkaq në Mulliq, PDK tha se pjesëmarrja e banorëve të këtij fshati ka vullosur fitoren e PDK-s dhe se Mulliqi tregoi se është i bashkuar dhe ka vendosur për fitoren e këtij subjekti politik.